ne di që ka në dispozicion mandatari, prandaj edhe mund të na sfidojnë në të drejtim, por unë besoj qysh e kam thënë edhe më herët. Këta e dinë që ne kemi votat për qeverinë. Zonja Gjiu, pse nuk kanë votën për ju ata që e kanë për qeverinë? Këta e dinë që ne i kemi votat për qeverinë dhe duke ditur që i kemi votat për qeverinë e mbajnë peng Kuvendin e Republikës dhe e mbajnë peng Kuvendin e Republikës së Kosovës. Fatmir Limaj nismës është shprehur në një farë forme pro një bashkëpunim me lëvizjen e vendosje për dalë nga Kringërç. A keni provuar me pikë sërish në takimet e fortë dhe takimet të diskutuar për të dalë nga Kringërç? Ne kemi thënë po ashtu qëndrimin tonë që kemi qenë të hapur, ka pasur takime me nismën, gjithsesi me kryetarin zotin Limaj, jemi të hapur që këto takime të vazhdojnë, çfarëdo, si me thënë, përpjekje për dalë nga kjo situatë dhe që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe pastaj të votohet qeveria, ne jemi shumë të hapur që ta bëjmë. Pra jemi të gatshëm që të marrim pjesë, të ftojmë çdo që mendon që mund të kontribuojë në konstituimin e Kuvendit, përveç listës serbe natyrisht. Kush nga deputetët e voton qeverinë dhe nuk i voton juve? Mendoj që është e rëndësishme që të pyeten deputetët e opozitës për qëndrimet e veta. Besoj që keni shumë mundësi çdo 48 orë që të gjeni deputetët e opozitës dhe t'i pyesni për këtë, por ne jemi të bindur që kjo qëndron, prandaj edhe po e mbajmë peng Kuvendin vetëm që të pamundsojnë qeverinë Kurti 3. Dhe këtë e konfirmon një deklarat e ish-ministrit të drejtësisë, deputetit aktual zotit Tahiri, ish shefit grupit parlamentar të PDK-s, i cili thotë që më e dëmshme është qeveria Kurti se sa bllokimi i Kuvendit. Pra, me këtë deklarat, ata thonë që po e bllokojnë Kuvendin, sepse më e dëmshme se bllokimi është qeveria Kurti. Prandaj, mendoj që qëndrimet e tyre janë qarta, por mendoj që për qytetarët e Republikës së Kosovës kjo çështje nuk është e mirë dhe natyrisht as për Republikën tonë. Faleminderit.